Për iftar tek Arrat. Hi guys, ja ku jemi bashkë në episodin e radhës. Unë dhe gocat e stafit menduam që të shkonim tek Arrat për iftar. Tek Arrat është një restorant me gatime tradicionale i cili ndodhet në Cerrik. Kohëve të fundit më kishte dalë shumë në TikTok dhe tham pse jo ta provojmë. Ambienti ishte super siç mund ta shikoni dhe në video, ja ku jam unë me Kristin. Si fillim po shionim pak ambientin vërdall dhe më pëlqeu shumë kjo shpreha, kur është bio ka tjetër shi. Hi guys, ku jemi sot? Jemi tek Arrat. Pse do thoni ju? Sepse na kishte marrë malli për pak fshat. Mi që është edhe muaj Ramazani, kemi vendosur që pse jo ta çelim iftarin tek Arrat. Shikoni pak se çfarë ambienti është. Ambienti ishte goxha i madh dhe më pëlqeu pjesa e detajeve dhe tavolina që ulëm ne ishte kjo. Kjo është sallata tradicionale lokale. Keni bukën e misit vaj. Keni zikolet, shtëpie, rulet të thjeshtë. Gjalpin e kemi tonë, që kemi tradicional të famosat. Ju bëft mirë. Keni dhe mesat e Arrat për 5 persona. Që përmban burekun e shtëpisë, kemi biskvitin me bresh, kemi brusketën, kemi ullit me limon, gjiza, kemi sallatën turshi, qoftën e shtëpisë, edhe vallën e fermës me gjithë djathën e dish që kemi të fermës tonë. Ja ku jemi duke bërë një guzuar dhe duke shijuar ushqimin tradicional që ishte ten. Keni edhe tavën e dheu, me një shpitshi. Që kemi edhe mishin e qingjit që pishet në saq, me sarë pate dhe është një nga mishat tonë tradicionale. Mishi mund të them që ishte pjesa ime e preferuar të suplementet që nuk mungojnë. Videot nuk mungojnë, shikoni pak stafin, se sa i dedikuar që është edhe pse jemi duke darkuar. Dhe më në fund, voilà, fatura që ishte super lirë me aq gjëra sa morëm ne dhe jemi duke ikur shumë të lumtura me barkun plot.